Përveç çmimit që është rrit 3-4 fish, s'kemi edhe qëndrueshmëri në furnizim të energji elektrike dhe shumë frek. Ky është mesazh i keq për biznesin. Për parashikueshmërinë, për planifikimet që bën biznesi. Të lutna, sepse në anën tjetër tash kur nalesh dhe shikon. Është prej teorive të hershme ekonomike, përparësitë konkurruese të shteteve, të flesh në energji, të jetosh në energji, të rritesh me mësimet e një bazeni prej bazeneve më të mëdha energjetik në Evropë dhe të mos jesh në gjendje 27 vite pas përfundimit të luftës të ofrosh energji stabile, me të vërtet është mjerim, është e pa konceptueshme, e pa pranueshme, sepse me gjithë këtë thëngjell që e kemi, pavarësisht kritikave, pavarësisht zërave të ndryshëm, qofshin mediatik, qofshin mjedisor, qofshin të shoqërisë civile. Bilanca Kosova nuk ka energji, nuk ka pavarësi energjetike.